Çfarë synon lëvizja e tij, Ervin Saljanyi, rigjenerimin e Partisë Demokratike. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljanyi ka deklaruar se me lëvizjen që ka ndërmarrë synon rrizimin e forcës së tij politike dhe besoi se kjo ka ndodhur e ka realizuar qëllimin ky format. Partia Demokratike sot është më aktive, më e zgjuar, është më shumë prezente në media dhe pa diskutim një ndryshim ku disa kritere duhet përcaktohen se si avancohet karriera në Partinë Demokratike. Nëse janë primaret apo votat, çfarë do lloj kriteri të vendoset, tha Saljanyi. Sipas tij, ajo që është më e rëndësishme është një pakënaqësi për shkak të neglizhencës apo braktisjes së demokratëve nga drejtues të caktuar në zona të caktuara. Janë qindra dhe mijëra demokratë që mendojnë si unë që Partia Demokratike duhet të ripërtorihet, shtoi ai. Saljanyi tha se opozita nuk po arrin të kapitalizojë mbi skandalet e qeverisë. E mban mend çfarë bën socialistët për një video të Ilir Metës, ndërsa opozita tani nuk po arrin të kapitalizojë për shkak të ndalimit për të kandiduar në parlament. Unë kam folur në platformat e mia në rrjetet sociale dhe në takime me njerëz, u shpreh ai.